إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të pryer për të keqen nefsit tonë. Atë që Allahu i lartësuar o zon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta zonë në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të parë dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Do të flas sot për një epokë, po jo për çfarë do lloj epoke, për një periudhë që është më e çmuara, më e vyshmja e njeriu. Për një periudhë jo të çfarëdoshme, për një periudhë që e shfrytëzove, do të korrësh fitore, apo e shpërdore dhe do të pendohesh po s'ka kthim më mbrapa. Për një epokë jo sikur çdo ditë të cilën e kaloi. Allahu i lartësuar duke përshkruar këtë periudhë thot: Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Allahu i lartësuar ju ka krijuar juve në dobësi. Pastaj këtë dobësi jo shndron në forcë dhe në fuqi. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Dhe pas kësaj force, pas kësaj fuqie, vjen një periudhë tjetër që është përsëri dobësi. Wa shayba, dhe thinja. Yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir. Allahu i lartësuar krijon çfarë të doj dhe ai është i gjithë fuqishmi dhe i gjithë dituri. A është fjala për periudhën e fëmirisë dhe pleqërisë? Jo, nuk e kam për qëllim këta. A është fjala për fizionomin dhe për trupat tonë, dobësinë dhe forcën? Jo, as kjo. Është fjala për një gjenerat të cilët na kanë treguar me veprat e tyre, para se të na tregojnë me fjalët e tyre se si duhet të shfrytëzohet rinia, se si duhet të shfrytëzohet periudha më e ardhë e njeriut, periudha më e vlefshme e njeriut, rinia e tij. E në krye të këtyre janë sahabët, të cilët ka pas për tyre që qëndronin me majat e gishtrive të tyre, kur rreshtoheshin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përzgjedh për ndonjë betejë, për me marrë pjesë në atë betejë, zgjateshin në majat e gishtrinve, duke qenë fëmijë, po dëshira atyre e madhe, dëshira atyre e burrave të mëdhej, dëshira atyre për mi dalë në mbrojtje kauzës fesë islame, Allahu dhe të dërguarit e Tij, merreni me mend, zgjateshin në majat e gishtrinve që tregoheshin se janë të gjatë, janë mjaftueshëm të rritur që të marrin pjesë të dalin në mbrojtje Allahu dhe të dërguarit e Tij. Janë këta burra, e nuk po them fëmijë, që e shikonin me nxjerrprisnin të arrinin 15 vjet, që ta merrnin kauzën e Islamit dhe ta përçonin si emisar dhe si ambasador të thirrjes islame në 4 anët e botës. Janë këta burra të cilët u rritën
Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shabun nasha'a fi ibadatillah, dhe një i ri, një djalosh i ri që do ta merr shpërblim të futet në hije në ditën e gjykimit, në hijen e Allahut të lartësuar, në hijen e arshit të Allahut të lartësuar, në ditën e gjykimit kur nuk ka hije tjetër, është ai i ri i cili rritet dhe rininë e tij e ka lënë në adhurim të Allahut. Janë këta të ri të cilët edhe pse në shikim të parë dukeshin të vegjël, mirë po ishin të mëdhej. Ishin me ambicie të mëdha. Ishin me shpirt të madh, me zemër të madhe. Nuk thonin për veten e tyre, hala jam i ri dhe kam kohë. Adoleshent jam. Ndërkohë që kjo fjalë tek ne thuhet deri në moshën 30 vjeçare. I ri jam, kam kohë. Ndërkohë këta ishin në moshën 15 vjeçare, në moshën 17 vjeçare, e ka prej tyre që ishin komandantat e ushtrisë, e në ushtri e kishin Abu Bekrin dhe Omerin. Këta sahabe na treguan neve se si ti edukojmë fëmijët tanë. Se si ti ngarkojmë me përgjegjësi, qysh në moshën 7 vjeçare, e në moshën 10 vjeçare, e kur bëhen 15 vjet, janë bërë mohura në Islam. Nuk ka më moshë të adoleshencës. I falet, le të bën çfarë don. Nuk i falet se lapsi i shkruan dhe do të merret në llogari. Përveç nëse pendohet dhe përmirësohet dhe bën vepra të mira. Tregon Sa'd ibn Abi Waqqas, thot në betejën e Bedrit e pash vllaun tim Omerin që u fshihej për kujt? Për syve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas ushtarëve të tjerë. Dhe i thash, o vllai jam, pse po më shefësh? Thot po friksona që mos po më shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po më merr si të ri dhe po më kthen prapa në familje që mos të marr pjesë në betejë. Ti dalin në mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Islamit. Kjo ishte ambicia e tyre. Kjo ishte dëshira e tyre. Ky ishte vullneti i tyre. E gjithsesi prej nesh, e kena kanë Bedr, e kena kanë Uhud, për të cilën çdo ditë sprovohemi, apo mbrana vitit, apo mbrana viteve, sprovohemi me nga një Bedr, me nga një Uhud, apo i dalim na në mbrojtje e Allahut dhe të dërguarit të tij, gjithsecili në frontin e vet. E frontosht edhe me dalën në xhami, mi fal namazin e sabahit. E frontosht edhe me shku mi qel xhamien, ajo xhami që nuk qelet për namaz të sabahit. Front tjetër është me shku mi mësu fejen, me marr pjesë në ligjërata. Front tjetër është mi përhap fenë e Allahut. Gjithsecili e ka atë provën e vet, atë betejën e vet. E shikoj sahabët se si kanë ngulmu, si kanë insistu që të marrin pjesë dhe të dalin në mbrojtje Allahut dhe të dërguarit të tij. Megjithse ishin të ri, megjithse ata kishin ondra, edhe ata kishin karrierë me bo, apo me bo pushime, me bo pasuni, mirë po ambicia tyre e lartë dhe realiteti i jetës së kësaj bote, të cilën e mësuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo jetë nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim mashtrues, ndërsa jeta vërtet është jeta e ahiretit. Jeta përtejme, jeta përjetshme. Atëherë kur e vendos këmbën në xhenet, atëherë ke arritur karrierë të suksesshme. Atë e ka quajtur Allahu i lartësuar dhalikal fawzul azim. Kjo është fitoria madhështore. Kjo është fitoria madhështore dhe fitoria e vërtetë. Përkënd kam fjalën, për këtyre të rive, zotreu i këtyre të rive ishte një sahabi i hishëm, i bukur dhe shumë i pasur, nga xhevahirët e Mekës, nga djelmoshat më të pasur të Mekës. I ndronte parfumet, rrobat më luksoze e mo. Kur ecte, njerëzit flisnin për to, për bukurinë e tij, për aromën e tij, për hijeshinë e tij. Mirë, po kur e kuptoi të vërtetën, të gjitha këto i dha për çmimin e madh të xhenetit. Është Musab ibn Umairi, ambasadori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirrsi i parë, i cili e çliroi Medinën me Kur'an, i cili ja përgatiti terrenin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bënte hijret, i cili e mori përsipër thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkoi Tines, fshehtas te fisi Aus dhe Khazraj, duke i thirrur në Islam që ta pranojnë Islamin. Pa ju marr leje prishve të tyre. A nuk kishte rrezik kjo për to? Rrezik i madh, e rrezikoi jetën. Mirë po,
çmimi i madh ishte. Çmimi i madh në këmbim ishte xheneti. Ishte mi dalën në mbrojtje ka uzës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ishte i ri. Musab ibn Umeri ishte më i pasuri prej djelmoshave në Mekë. Kur e pranoi Islamin, përjetoi lëndime dhe dëmtime dhe sprova të mëdha së pari në familjen e tij prej nënës së tij. E merreni me mend kur sprovat të vjen së pari në familje sa e rënd ka qenë për këta të ri. Dhe pastaj u detyrua të migronte, të vende hijret në Habeshe, në Etiopinë e sotme, në Abisini. Dhe qëndroi sa qëndroi. Dhe pastaj e mori mesazhin, e mori përsipër thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shkoi në Medinë sikur ambasadori i parë i thirrjes t'i ftonte banorët e Medinës, dhe ia shtroi terrenin pejgamberit që të bënte hijret, ta ngritte dhe themelonte shtetin e parë islam. Mori në Bedër, mori pjesë në Bedër dhe mori privilegjin e pjesëtarëve në Bedër, prej ehlu Bedrit, që janë prej sahabëve më të mirë, të cilët Allahu i lartësuar është i kënaqur me ta. Dhe erdhi pastaj betejë e radhës, betejë e Uhudit. Betejë kjo në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u plagos. Dhe shumë prej sahabeve rënë dëshmor. E në mesin e këtyre dëshmorëve ishte edhe Musab ibn Umeri. Ky Musab, i cili e la luksin, e la qefet, i la rrobat e shtrejta, i la të gjitha privilegjet e pasurisë në këmbim të shahidlykit, në këmbim mbrojtjet e kauzës së Islamit, në këmbim që t'i ndel në mbrojtje dhe ta përcjell mesazhin e Allahut të lartësuar. Ky Musab ibn Umeri, prej të cilit kur e mori flamurin në betejën e Uhudit dhe filloi betejë, e mbante me dorën e djathtë. Dhe ju afrua një kalërs prej jo besimtarëve, prej idhujtarëve, dhe ja kputi dorën e djathtë, krahun e djathtë. A u dorëzua? Jo vallahi. Dhe përsëriti fjalën: "Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dhe Muhamedi nuk është tjetër përveç se i dërguar, dhe para tij kishte profetë dhe të dërguar të tjerë. Merrni me mend, i ra dora në tokë, e mor flamurin, e mor kauzën. Nuk u dorëzua në provën e parë, dhe ngriti me dorën e majtë. Dhe përsëri ja kaputën edhe dorën e majtë dhe i ra krahun e dorën. I ra krahun e tokë me gjithë flamur. Pastaj e kapi me gjoks apo 20 ditë çuçi ka kapë. Dhe derisa i ranë dhe herë për herë tretë dhe rasi dëshmor në betejën e Uhudit. Ky sahabi, ne si të ri dhe në periudhën e edukimit të fëmijëve tanë, duhet t'i trajtojmë siç i ka edukuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët. Se qysh në vezli i ka ngarkuar me përgjithësi, qysh në rini i ka ngarkuar me përgjithësi, dhe ju ka treguar realitetin e jetës së kësaj bote dhe botës tjetër. Dhe jo ka lidh zemrat e tyre me ambicjet e larta, që syt mi mbajt në ahiretin e tyre. Nga ardhmja atyre e vërtet, e gjithë secili prej nesh, e dim që i edukojnë fëmijët tanë, shkon në shkollë se duhet një të ardhme më të mirë. Merre filon zanatin, krye fakultetin për një ardhme më të mirë. A cili prej nesh i themi fëmijëve tanë: mësoje Kur'anin, mësoje Sunetin, bëhu prej thirrësve të Islamit për një të ardhme më të mirë, që nuk barazohet asë një ardhme tjetër me të, që është fitimi i xhenetit dhe fitimi i kënaqësisë së Allahut. Megjithëse kur gjë nuk ka kundërshtim, të kryet shkolla të mira të zanatit dhe të fitohet dunjaja, e me të investohet fitimi i ahiretit. Musab ibn Umeri vdiq dhe rasi dëshmor në kulmin e rinisë, ndërsa prej tij e pranuan Islamin disa prej sahabeve më fisnik. Për këtyre e pranoi Islamin Sa'd ibn Muadhi, i cili jetoi vetëm 6 vite dhe me vdekjen e tij u dridh Arshi i Rahmanit. Dhe prej atyre sahabeve tjerë të cilën e pranuan Islamin, ishin edhe disa sahabë të cilët u afruan me lajket për dëgjimin e Kuranit të tyre. Ky Musab ibn Umeri është shkollë në veti, që duhet të studiohet dhe të mësohet për ambicjet e tij të larta, dhe metodën se qysh e morën përsipër t'i ftonte
ato fise në Medinë që t'ja shtron të rrugën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pyetja për mua për ty është, cilin rrugë ne po e shtrojmë? Rrugën e thirrjes se Allahu dhe të dërguarit e tij, duke u nisur nga familjet tona, duke u nisur nga rrethi joni familjes, i farefisit, e pastaj i lagjes, i xhamijes e kështu me radhë. Kur e kemi thirrur ne herën e fundit një prej shoqënisë i cili nuk falet fare, apo falet rrallë, miftun e xhami, miftun me një ligjërat, cilin terren ne jemi duke përgatitur. Këta të ri prej sahabeve na kanë mësuar neve praktikisht se si duhet të merret amanet përgjegjësia Allahut dhe të dërguarit e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për me të dashrin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ato që e pasojnë aty deri në ditën e gjykimit. Musab ibn Umairi radiyallahu anhu wa ardahu ishte prej sahabeve më të pasur. Dhe e dini se kur vdiq me çka e kanë mbulu? Tregon njëri prej sahabeve, thot Abdurrahman ibn Aufi, i cili ja dërgojnë disa ushqim ndërkohë që ai ishte agjërueshëm. Dhe kur e kujton Musabin, pak para se mi qel iftarin e tij, Abdurrahman ibn Aufi, ky sahabi prej të pasërve të sahabeve, i përgëzuar nga 10 të përgëzuarit me xhenet, thot vdiq Musabi dhe kur deshëm ta mbulojmë xhenazën e tij me qefin, e kishte vetëm një gjybe, një pelerin. Kur jam mbulonim kokën, i shploheshin këmbët. Dhe kur jam mbulonim këmbët, i shplohej koka. Kaq kishte lënë pas vete, më i pasuri pej djemve të rinj në Mekë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që t'i mbulohej koka e tek këmbët e tij t'i vendosej një mbulesë tjetër. Ky ishte Musab ibn Umairi. Na tregoj neve se çfarë duhet të sakrifikojmë dhe çfarë duhet t'i dalim me mbrojtje kauzës së Allahut dhe të dërguarit e tij. Tregon Ebu Wail, thot e vizituam Khabbabin dhe kur e vizituam, tha pej nesh, pej sahabeve, kishte që bëm hijret dhe kishte pej tyre të cilët e arritën shpërblimin. Dhe kishte prej tyre të cilët e morën edhe plaçkën e luftës kur morën pjesë në betejë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kishte prej tyre që vdiqën pa e marrë plaçkën e luftës. E prej tyre ishte Musab ibn Umairi dhe shpresoi tek Allahu i cili do ta merr plaçkën e luftës në xhenet. Për ata thot Allahu i lartuar: "Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah." Pej muslimanëve kishte burra të cilët e mbajtën besën e dhënë Allahut të lartuar. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Disa prej tyre e përmbushën premtimin duke dhënë jetën, e disa prej tyre janë duke pritur për mi përmbush dhe nuk ndruan dhe nuk ndryshuan, nuk u zbrapsen nga rruga e Allahut të lartuar. Këta ishin këta sahabe. Këta ishin këta sahabe që rreshtoheshin, këta djemë të ri në rresht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjidhte për betejë. Në mesin e tyre ishte Samura ibn Jundub wa Rafi' ibn Khudejj. Tregojnë këta dy sahabe ishin në moshë shumë të ri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na pa, deshi të na kthej mrapa tek familjet tona. Mirë po i thash: "O Rasulullah, unë e zotroj shigjetimin, më merr me veti." E pranoj, ndërsa vllaun e tij e kthej, se ishte më i ri. Edhe ky tjetri i tha Samura, thot: "O Rasulullah, unë jam mundës i aftë dhe i Zotit." Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i dha leje dhe erzoi vllaun tjetër dhe i mur të dy. E pak para se mi marr, të dytë ishin duke çaj. Për çka më kaj? Për me marr pjesë në betejë. Për me marr pjesë në luftë. Për me marr pjesë me dalin në mbrojtje kauzës së Allahut dhe të dërguarit të tij. Penash nuk ka kërkohet
me dalë në luftë. Alhamdulillah, siguri rahati. Mirë po, aq pak kemi ambicie që nuk muj mu quas me falë namazin e sabahit, as nuk muj më ardh deri në xhami, bile një herë mrena 5 kohëve të namazit mrena ditës. Ndërkohë që këta sahabe, në kulmin e rinis, në kulmin e ëndrave të tyre, kanë sakrifikuar jetën e tyre, kanë sakrifikuar. A kaq pak kemi ambicie që ti dalim në mbrojtje Allahut dhe të dërguarit e tij, ti dalim në mbrojtje fesë islame. E çu kimi thini dal? Duke zbatuar mas pari vetë në veten tënde, pastaj në familjen tënde. Këta ishin sahabët që sakrifikuan çdo gjë për më na ardh neve ky islam, për më na ardh i ruajtur neve ky Kur'an, që ne e lexojmë sot prej surës Fatiha deri te surja Nas, i ruajtur prej Allahut, prej Rabbul Alaminit, pa ndryshuar asnjë gjë, pa ndryshuar asnjë shkronjë. Ky është Islami. Këta ishin sahabët. Për këta ishte Allahu i kënaqur. Pse kërkojmë model tjetër? Kur këta i kemi modelin më të mirë, me vullën e Allahut të lartësuar, me garancinë prej Allahut dhe të dërguarit të tij. Këta ishin ata sahabe. Usajme ibn Zeidi ishte komandant të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e caktoi për komandant të një ushtrie që mrapa tij ushtare kishte Ebu Bekrin dhe Omerin. Vdiq pejgamberi dhe sahabët nuk e kthyen urdhrin e tij dhe vazhduan si ushtar pas tij dhe ju përgjigjen. Ai duke qenë 18 vjeçar në këtë betejë. Prandaj vëllazën, le të edukojmë familjen tonë. Le ta edukojmë veten tonë që nuk je më i ri, je burr, dush me marr përgjegjësi. Allahu i lartësuar dhe i dërguar i tij na presin. E ne kemi nevojë mi dalë në ndim fesa Allahu. Sa Allahu është gani, ka rob pa kufi që i bindën atij dhe i nështrohen në çdo moment dhe në çdo çast. Qofshin ata rob prej krijesave të ngurta, apo qofshin prej melajkeve, prej gjinve, apo prej besimtarëve të tjerë musliman. 2 miliard musliman janë në kohën e sotit. Allahu i lartësuar nuk ka nevojë as pak për mua as për ty. Mirë, por na kena nevojë për fenë islam. Na kena nevojë për Allahun dhe të dërguarin e tij. Ti dalim në mbrojtje e Allahut. Ihfazillah yahfazuk. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ruja Allahun, Allahu të ruan ty. Çush më ruaj ti Allahun? Ruaj kufit e tij, bëhu më i devotshëm. Merr një libër, lexoje mësoje fenë islame. Shko merr pjesë me një cikël të ligjëratave. Lexoje Kur'anin. Dën me dek pa lexu fjalën e Zotit. Çka do më thon Zoti? Ta ku më zbrit fjalën time e ki pas në dunja mi lexu. Me qindra mushafa, me qindra aplikacione, në qindra gjuhë, apo do në audio, apo do në ligjërata, apo do në qysh dush. Dhe nuk e ki lexu akoma. Pse po bën pyetje mo? Deri kur mo me këto justifikime? Ndërkohë që sahabët, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 23 vite ka sakrifikuar me mishë me shpirt që më na ardh kjo fe tek ne dhe me mri për rujtur. E lusim Allahun e madhruar të na përmirësoj gjendjen tonë, të na udhëzoj neve dhe familjet tona, ti udhëzoj të rinjt tonë, ti përmirësoj shoqërinë tonë në këtë shtet tonë, ta përmirësoj udhëhecin, ti përmirësoj popullin dhe ti drejtoj nga është ma e mara. Lusim Allahun e madhruar të na jepë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruaj nga dënimi i zjarrit dhe nga dënimi i varrit. E lusim Allahun e madhruar të na beqatoj në imanin tonë, në jetën tonë, në pasurinë tonë, në shëndetin tonë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة